Në ditën botërore të autizmit në mbar botën, shqetësim madhor mbetet rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostifikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe Horizont në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Enri Lulaj, aktualisht numri i fëmijëve autik që trajtohen është 35, ku nga 12 raste të reja, 5 janë me spektrin autik. Në qendrën Horizont ne aktualisht trajtojmë 94 fëmijë, ndër të cilët 35 janë me çrregullime të spektrit të autizmit. Vetëm këtë vit 2026 ne kemi 12 raste të reja, ndër të cilët 5 janë me spektrin e autizmit. Prej 2 vitesh në qendrën Horizont është ulur në 3 vjeç mosha e trajtimit të fëmijëve me aftësi ndryshe, çka ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e problematikave të tyre. Gjithashtu, nismën e fundit të qeverisë për njohjen si vite pune të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar, Lulaj e cilëson si tepër pozitive pasi prindërit e kanë të pamundur të punojnë, të detyruar të shërbejnë atyre. Së fundmi kemi dëgjuar gjithashtu një nismë që qeveria po ndërmerr për trajtimin e prindërve kujdestar të fëmijëve me aftësi ndryshe që të njihen vitet e punës. Është një nismë shumë e domosdoshme, pasi të gjithë jemi të vetëdijshëm që prindërit e këtyre fëmijëve janë të detyruar shumica që të mos punojnë dhe të u shërbejnë këtyre fëmijëve. Ndërkohë, përpost mesazhit për prindërit, apeli i kreut të kësaj qendre është edhe për gjithë shoqërinë, e cila për fat të keq ndaj kategorisë së fëmijëve me aftësi ndryshe është bullizuese. Ai ka bërë thirrje për pranim dhe mbështetje në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre. Një apel që doja t'i bëja prindërve të fëmijëve në momentin që ata vërejnë një çrregullim, një mos interes të fëmijëve të tyre që në moshën të jashtme apo shprehi të dobta komunikuese dhe ndërvepruese, është të paraqiten prapë specialistit përkatës në mënyrë që ai të bëjë vlerësimin, evidentimin dhe më vonë trajtimin e këtyre fëmijëve dhe këtij spektri. Gjithashtu një apel që doja t'i bëja shoqërisë shqiptare sidomos është pranimi i fëmijëve me aftësi ndryshe dhe sidomos spektrit të autizmit, mos bullizimi i tyre dhe pse jo integrimi në shoqëri dhe në jetën sociale të përditshme.